për gratë që krusen në përfasoneri për të quar një lek në shtëpi, apo të kryefamiljari që i shtët në dru dhe pi. Dua të flasë për punëtorin në minjerë, naftëtarin, atë që punon në lartësi, në pallate, në shtylla korrenti, apo burore, që vajte në punë e dim, por kthimin jo. Për ushtarakun, policin, mësuesin, të tallur dhe të nëpërkëmbur. Për infermierin që po mëson shpejt e shpejt gjermanisht. Dua të flas për zonjën apo zotrin të nëpërkëmbur gjykatave që i gjeti pensionin në vandak letrash, të allakatur dyerve të gjykatave, por pa marrë pronën apo të drejtën që u takon. Për djalin apo për vajzën në lule të rinis, që dëndet me ilaçe për trurin, i torturuar nga mendimet dhe mungesa e shpresës. Unë për këta dhe me këta dua të flas.